Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme në këtë të diel ku temperaturat janë pak më të ftohta dhe dielli ka humbur disi. Por me patjetër që ne do t'jemi pranë jush dhe unë e di që ju tashmë jeni mbyllur sot në shtëpitë tuaja duke ndjekur emisione të ndryshme, por duke ndjekur edhe rubrikat tona. Në pjesën e parë të rubrikës son të komentimeve, do të flasim për të bukurën, për të ëmblan, për të dashurën tuaj Egli Tako. Do me thënë janë ca personazhe që janë në shënjestër të medjes ros dhe ne kemi me patjetër që t'i trajtojmë temat e tyre, kemi me patjetër që të flasim për to, e kemi me patjetër që t'i themi gjërat ashtu siç janë. Egli Tako ditën e sotme e ka nisur me energji shumë të bukur. E ka nisur me buzëqeshje, siç duket ndjehet e ndërtuar dhe ndjehet e përmbushur në shpirt. Egli është personazhi që në jetë ka përzgjedhur të bën atë që don. Me patjetër që çdo gjë ka një kosto. Çdo gjë ka një pagesë në fund të ditës në jetë. Por, si që duket, Egli Tako ka përzgjedhur ta bëj këtë gjë me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim. Dy fotografi që sot janë postuar tregojnë lumturinë e saj, tregojnë pozitivitetin e saj dhe tregojnë qetësinë shpirtërore, që pa marrë parasysh çfarë shkallësh kaloi, çfarë vështirësish kaloi, sa paguaj ti fiskalen për ato shkallë, sepse nuk është e lehtë që një popull të merret me ty, një popull të flet për ty, një popull të dëshiron të ketë kontakte me ty, ndërsa personazhi i Egli Tako e ka shumë të vështirë me patjetër për ta dhënë kontaktin, në kuptimin e famës që është, por thashë themet lart e poshtë normalisht që krijojnë një lloj energjie të rëndë shpirtërore dhe Egli këtë gjë siç duket e menaxhoi bukur me veten, bisedoi me veten, i dha vetes një bisedë të këndshme në këtë rast dhe në këtë pikë Egli Tako është e suksesshme. Do flas pak për Brukselin. Natën e mbrëmshme Egli pati koncertin në Bruksel me Klajdi Harunin, një postim që në fakt Klajdi ka bërë tek Instagrami i tij në story, që ka hedhur një fotografi me Egli Takon, do me thënë që ndjehet shumë i lumtur, që ndjehet shumë i kënaqur që Egli është pjesë e këtij koncerti, pjesë e këtij rrugtimi. Me patjetër që duke qenë prezent Klajdi, Bruno, Egli dhe shumë protagonistë të tjerë, koncerti do të ishte ideal, duke njohur çfarë repertuari ka Klajdi dhe Bruno, por njëkohësisht edhe çfarë repertuari ka Egli Tako. Besoj që shqiptarët janë argëtuar pafund dhe kanë kaluar një të shtunë të bukur, ashtu siç në gurbet. E shtuna ka shumë vlerë, ka shumë pritje për faktin sepse të gjithë shqiptarët duan të mblidhen dikund, pse jo edhe për të gjetur personin e jetës, edhe për t'u argëtuar me shoqëri, sepse këto mbledhje apo këto koncerte ndihmojnë shumë në realizimin e tyre shpirtëror. Dhe pikërisht Egli Tako është një mundësi në shumë rrugë, do me thënë një mundësi për t'u argëtuar, për t'u kënaqur, por edhe një mundësi për të krijuar një njohje të re në jetë. Egli nuk është se ka ndarë pikërisht në Instagramin e saj diçka nga koncerti, nuk është se ka publikuar, do me thënë diçka, jo thjesht ka përzgjedhur që ta shijon si moment, të kënaqet, por nga informacionet që ne kemi arritur të sigurojmë që koncerti ka patur vërtet një ndjekje shumë të madhe, një dashuri shumë të madhe nga të gjithë shqiptarët, të cilët me pozitivitetin më të madh kanë shkuar të dëgjojnë Eglin, Klajdin dhe të gjithë ato artistë që në fakt kanë argëtuar natën e mbrëmshme në Bruksel. Egli Tako pas një pauze shumë të madhe të koncerteve, u mundua që të jetë sa më afër shqiptarëve me koncertin në Bruksel, por edhe sa më afër fansave të saj, sepse unë e di, jam i bindur që nga të gjitha vendet ditën e djeshme apo natën e mbrëmshme e kanë mbështetur Eglin. Unë i uroj Eglit shumë suksese, i uroj të rikthehet gjithmonë fuqishëm kështu në skenë, edhe të na dhurojë gjithmonë këtë dashuri që po na dhuron tani.